4 ditësh kanë ardhur punonjës të policisë Lorenzo Aliaj dhe i merr Çallaku, ku e kishin shkull gardhin e babait tim që i kishte vendosur aty, ndërsa zoti Zeqir nuk pranoshin me e hequr. Dhe kam thonë pse e ke heq gardhin ti. Atëherë kam filmuar punonjësin e policisë. Ai kërkoi më tërhoq telefonin më dhun. Dabi bashkia. Tim ke dhënu. Në ato momente kanë ndërhyrë dhe qiri duke më nda dhe nuk e di kush më ka tërheqti nga qafa dhe këtu ke gisht i dorës siç ka qenë treguar. Ky gisht është dëmtuar nga përplasja që ke pasur. Kam pasur me punonjësin e policisë. Jemi në Bërshi të Klosit me familjen Alla, pjesëtarët e së cilës prej disa kohësh po konfliktohen me kushëririn e tyre, Zeqir Allën, për një rrugë që sot hapet e nesër mbyllet. Kjo ka qenë rrugë kame. Zëram dakord që me hap këtë rrugë për mi shërbet 90 dilim tokë. Dhe unë për hyrje të popullit e hap në rrugën dhe e lë që të kalojnë mjeti. Ti ke certifikat për këtë tokë? Po, e kam me hartë me çdo gjë që kam trashëgimin nga babai. Ti pse i ke bllokuar? Kam bllokuar rrugën ata që për ne e bllokova unë. Pra, kjo rruga është pikërisht ajo rrugë që të çon te tokat bujqësore të fshatarëve dhe duke qenë se zoti Zeqir e ka mbyllur pjesën e tij dhe nuk lejon fshatarët të kalojnë, zoti Gzim ka bërë të njëjtën gjë gjithashtu duke mbyllur rrugën këtu. Zeqir e ka mbyllur që më 3 i 11 Derisa ai ne kërkuam boll që ai të na e hapte, ai spranoi, pastaj detyruam që ta mbyllim dhe ne. Histori tipike e fshatit shqiptar e trajtuar në qindra kronika televizive. Diku për 1 metër tokë, diku për një vijë uji, e diku për rrugë të zëna. Konfliktet, që siç ka ndodhur shumë shpesh në këto 3 dekada, vinë mes kushërinsh e madje edhe mes vëllezërish. Të shihoj këtë rrugë që kam mbyllur. Ai. Ku i ke tokat? Çe ke kam tokë? Aty. Edhe ai nuk lejon tani të kalosh këtu. Nuk më lejon në urdhë, si e ka bllokuar. Tash unë nuk do të rrej me unga. Këshilli bashkiak ka marrë vendim me datën 16 i 9 i 2020 për ta çuar burimi, urdhë rrugë burimit. Kjo është rruga burimit. Burimit, dënë 1 kilometër. Një segment që do të duaj ta rehabilitonte Bashkia Klos në mënyrë që të kalonin mjetet bujqësore nga rruga kryesore Xhamia e deri te burimi ujit Karmaqen për të shërbyer tokave të fshatarëve. Ke burimi nuk ka shku, siç është në dokumentat. Pse? Nuk pranoi të tjerë që të hapet rruga ne që të shërbej dhe atë në pronave ne. Ata banorë nuk pranuan dhe si pasojë u hapë këtu. Përsi e fshatit, bashkia morën pjesë, ram dakord, u mbledhën me polici dhe banori vet zoti Zeqir Alla dhe Ilber Alla kanë qenë të gjithë prezencë, kena qenë atje në qendër. Babi tim nuk ja kanë kërkuar firmën me firmos në dokumentat. Edhe pse babi nuk e ka firmos, përsëri ka rënë dakord. Thamë që ti Gzim na liro atje, ke prona jote, që edhe ne të lirojmë ty këtu. Atëherë, ku e ka në tokën Zeqiri? Ku e ka? Zeqiri është kjo pjesa këtu. Kjo hurdha, nga kjo gardi këtu, kjo hurdha e këtej. A ne poshtë, dhe kjo rushi. Kjo rushi e poshtë është të imja. Do më thonë që të kalon mjetet bujqësore? Do të kaloshin dhe kjo prona im. E kina lejuar që t'i shërbim tokave, të jetojmë, se kjo është mënyra jetesës në fshat. Dhe kjo funksionoi më së miri deri kur? Deri me 3 i 11/2025. Çfarë ndodhi? Zoti Zeqir Alla i ka dalë përpara zitëristi që do vinte të punonte tokat, kur zoti Seferdoni na ka kërkuar për nim. Një tjetër banor, kufitari Kushërinve Alla, i cili për shumë kohë edhe ai kalonte përmes tokës së komshinëve për të shkuar te stallat e tij të blegtorisë. Ata hedh farën për me mjell tokën, erdhi zotëri në rrugë kryesore dhe ma ktheu mbrapsht Zeqir Alla, mos kalojmë për tokë time këtu. Po ara dakord gjithë fshati, se kupton. Ja ka çel bashkia këta. Unë kërkova nga bashkia për me çu makinën ke blegtoria, pasën ushqimore ke blegtoria dhe më nxjerr qumshin. Këtu nxjerr qumshin, nuk më lën më nxjerr. Çe me datë 19 i 8 i 2025. Mos hysh në makinë ke blegtoria. Nuk i vëlla me ne. Mos nxjerrësh qumshin më fal. Edhe pse në vendimin e kryesisë së fshatit të vitit 2024 thuhet mjaft qartë, banorët mund të kalojnë me mjete bujqësore apo me kalë përdore deri në pyll si lagje. Rruga do kalojë nga tokat e banorëve Zeqir Alla, Gzim Alla e deri te Seferdani. Më qartë se kaq nuk mund të thuaj. Por sot, pas 2 vitesh, Zeqiri nuk e lejon Seferin që të kalojë përmes tokës së tij, duke i penguar kështu ushtrimin e aktivitetit bujqësor. Sa dëm ka bërë mbyllja e kësaj rruge? Domethënë sa ka kushtuar gjithë shpenzimet që ti ke bërë atje? Gjithë shpenzimet ka shkuar 10 milion lekë. 4 muaj të hashim blegtorian hasit. Më kanë ngort keçat, më çfarë më kanë bën ato mu. Sujt e bazë ushqimore ku ta futsa. Nga ngort 25 keça bojnë 2.500.000 lekë. 2.500.000 bë hasit, 2.500.000 komplet mall. Prap se prap u do blej prap 2.500.000 mall tani.
mesër, bar, janë shkëti i postu, s'm ka i pos. As me kra, në me kal së të bazar, në kal syeci. Në të gjithë bashkia më ka dhënë letër se jam djeni me të mund. Kjo për arsye se ky segment nuk parashikohet si rrugë në hartën kadastrale dhe vetmja zgjidhja sipas Bashkisë Klos është që Seferi të arrijë një marrëveshje me të zotin e tokës, Zeqirin. Pra, bashkia thot merruni vesh vet, pasi ka hequr dorë nga një projekt në të cilin ka qenë protagoniste. Por kjo dakordsi mes banorësh duket se është e pamundur që të realizohet sërish. Kena lëmru policinë. Ka është zoti Mer Çallaku, sot është prisha i lloj vendimi, duhet paraqitni një herë burrel. Ne nuk mund ta marrim tokën me far për tokë që t'ja çojmë shefit në burrel. Zeqiri që e ka bllokuar këtë rrugën, a ka pretenduar që baktit tuaj kanë vërë dëm të tokat e tij, a ka pretenduar që ju i keni mbyllur pikë pari rrugën atje dhe pastaj e ka mbyllur ai? Ai thot do të kalosh një vit. Mos kaloni se zitori bë dëm, nuk e kuptojmë çfarë dëmi i bë zitori si këtij. A keni prishur ndonjë vresht rushi? Jo, A keni rrëzuar ndonjë kolon? Jo, si kena rëzuar si gjone, çdo gjë kur e ka hap me pranimin e vet, me dëshirën e vet zoti Zeqiralla. Zeqiri tani pretendon se këtu është toka ime, ti zoti Sefer nuk ke rrugë këtu. Pse? Nuk je vlla me ne, thot ti. Po ti si pranove me shu rrugën në artimi? Ai thot për bakti, kur Sefer doni si ka fut, fare këtu. Keni kërkuar ju që të kalojnë baktit këtu? Jo, vetëm kali për dorë me Kali qumsh. me qumsh të i makinit, që mua. Makina, motori, çdo mjete motorike. Në ndërsa Zeqiri na ka mbyll rrugën këtu, na futmi rrugës poshtë nga shkami, ajo ka shemi atje dhe na s'm kalojmë atje. As me kuaj, as me një gjë. Nuk punojnë dhe kali sot. Ta shohim? Po, hajde që ta shohim tani. Ndërsa nisemi për të dokumentuar kalvarin e fermerit për transportimin e qumshtit, përpara nesh shfaqet personi që konsiderohet shkaktari vetëm i kësaj situate. Zoti Zeqir, si dukesh, do na presësh për një kafe? Pavarësisht konflikteve me komshin, Zeqiri tregohet tepër i sjellshëm dhe mikpritës, gjë që na fut në dyshime nëse vërtet ky njeri është arsyeja pse fermerët po kalojnë ditë të vështira. Dikur e kemi pas një rrugë kamësore këtu, edhe një nga poshtë. Këtu e kena pas vetëm me kalu me kalin për dore. Ku, këtu? Këtu. Po. E kena pas vetëm me kalin për dore, edhe me penë çeve të një pasanes dikur siç me çata i pas punë tokat. Kurse me bakti, me të gjitha prodhimet e atë e kemi pas nxjerr nga poshtë. Atje ku kalon sot Seferi. Edhe unë atje kam rrugën me shku diku tjetër, këto ka tjetër se kena tokë edhe poshtë. E unë, jo gëzimi, po unë, mbledha lagjën, ti bëj një kërkesë Këshillit Bashkisë të na hap një rrugë për atje, se ka kemi një burim, ka është përfaqësuesi Këshillit Bashkisë. Edhe ka po, kam verifikuar këtu në terren. Unë kam thënë hap një ka dëni, përmes tokës ime, le ta punojnë, ama vetëm me mjete bujqësore. Erdhën, e pastruan terren. Këta nuk pranon, e refuzuan. Ku ka më shumë firmë nuk kom t'janë jashtë shtetit. dhe nuk mundi të firmoste. Por siç u tham edhe më sipër, sipas vendimit të kryesisë së fshatit, edhe zoti Sefer është lejuar që të kalojë në këtë rrugë. A bo edhe me letër të bashkisë, vetëm me mjete bujqësore. Me kal për dorë, Jo. Ja. Ti duhet kuptosh që ky është një vendim i kryesisë së fshatit. Merr vendim kalojnë që këtu. kësi e fshatin tokën time? Po ju keni rënë dakord? Jo. Pse e ke hap pra këtë nëse nuk e rënë Unë dakord po ti? hap për familjen time. Tu thuhet, ta tregon çfarë thuhet këtu? 4 vjet, po më Rruga do të hapet të kalojë me mjete bujqësore e me kal për dorë deri në pyll si lagje. A do të hapet? Do hapet, pra. Apo jo. Nuk di kush ka hap. Kanë një palem në tokën tënde? Pse jo? Po jo, Po tani- prapë se prapë mu i lijova. O, zoti Zeqir. I lijova. Për të i lejove se se kishin nevojë që të hapi rruga atje. Jo, i lijova. Vetëm me mjete bujqësore, me zetor. Kur këta kalon me motorra, lart poshtë, me kal, me qen. Ti nuk je dakord me këtë vendimin e kryesisë? Jo, asnjëherë. O s'kem gjeni u tani e mor vesh. Tani morë vesh që është bërë. Jo, po ka 2 muaj, 3 muaj që kam. Këtu diçka nuk na qëndron, sepse Zeqiri thotë që ka 3 muaj që e pas ka marrë vesh, por 3 vite që i lejon të kalojnë. E sot pas 3 vitesh vendos që rruga nuk është më për të gjithë. Arsyeja? Ky ka qu një tjetër për marrë me punu tokën ti. I kam thënë, në rast se ke për punu tokën e Seferdonit, ti s'ke për ti. Nga gjithë qita që ka ndodh, unë se lijova më. Ky tha, unë tha tës plumën, tha në lulet ballit. I kam thënë gëzimit, te do vish të hish sa herë të dush. Edhe sot, edhe sot. Sot si do kaloj Shife, këtu, ta kuptoj unë. një sekund. Na, ruju, tjetër pa filmisht, shife. Ja si hapet kjo. Në pratin, nuk e kemi me punë. Shife tani, ka lë gëzimi. Po, tani çfarë do punoj zoti Gzim me zetor atje? Tokën. Po pse tani punohet? Jo,
Po e kalon pa punu për subet se Verdonit. Po jo pra, e kalon pa punu sepse ke mbyllur të Jo, më shife, e ka të hapun. Do të gzim se s'ke kaluar se zoti Zeqir thot kështu që ti mund kalosh. Nuk më kalon. Mas ati do të milëshe tokën. A ja ke thënë zoti Zeqir këtë? Po, ja kom thonë. Nëse më ka thënë fare, zëtoristi më ka thënë jam vetëm kësë Verdoni, para kamrave. Në qota si të pranon për mi hynë tokën tonë sa herë të dush, të hysh. Si ta lafe, qëri sot që ajnë nuk i manë për mrapa. Qofse zoti Sefer thot që nuk do i fusi më bakti. Nuk se Verdoni nuk hynë ma. Pse? Sepse, pa më ledh 5 vlezit tonë, Po. që të merë vesh me vlezit tjerë, Po. andive ti, Po. nuk hynë ma. Mirë, do e iniciosh ti këtë diskutim me Jo, vlezit? i një copa nuk e majti. Pra bën, futën në kalin. Me kal, me qen, me motor rallert e poshtë. Çfarë bëjnë ty ata që ta Po sa kuptosh? dyshëm përmes vreshtit, nuk janë të lënë gjohën pa vjedh. Atëherë një gjohën pa bosh. kanë vjetur. O një herë 100 herë. Çfarë kanë vjetur? Ç'ta kuptoj? Por kopsin fare, marr të gjithë. Çka kete Me kopsi? qershia, me rrush, me të gjitha. Po sa koka që vjedhin këta vresh Po gjithmonë. Do me thënë, këto kanë vjetur gjithmonë dhe ti i ke lejuar pastaj që të kalojnë. Janë fëmijë. Domet e Severdonit. Shife. Me dhi, ja ko Seferi, për me dis. Çdo ditë. Nuk dim të themi nëse ky person në video është Seferi apo jo, por për Zeqirin, kjo është një arsye e fortë për të prishur marrëveshjen. Zoti Sefer, a janë këto ditë Jo, son me ato. Nuk janë të duhet. Jo. Paliske jote? Son me ato. Unë shpresoj shumë mos t'jenë të tuat. Son me ato, son hajde. I cili nuk e ka as pak problem ta pranoj publikisht dëmin që shkakton në tokat e Zeqirit. Alo, këto bakti janë të tuat apo janë zotit Sefer? Pavarësisht këtij pranimit të fajt nga personi në telefon, Zeqiri mbetet i bindur që në video ka filmuar Seferin dhe pas kësaj na bë një kërkesë. Hajde shkem atje. Hajde shkojmë e verifikojmë pra. Hajde shkojmë gjithë e verifikojmë. A janë ato ditë apo jo? Dhe ja ku jemi, duke bërë ekspertizën e dhive. Vite dhe ngjasojmë njëra tjetrën, nëse nuk kemi këtu shenja dëmtuese. Shif. Atëherë, cila është shkruajmë që thua? Po, kemi e morën vesh. Kapi një plan dhive. Po ju a lëm më mirë juve që ta ndani këtë pjesë. Atëherë kjo është rruga që detyrohesh të bësh ti me kalin. Edhe unë. Kjo do të ishte rruga që mund të përshkonte zoti Sefer Dani për të shkuar te stallat e tij, por duke qenë se zoti Zeqir e ka mbyllur rrugën atje që u treguam pak më parë, ai detyrohet që me kal të përshkoj këtë rrugë. Zoti Zeqir, kaloni edhe vet këtu, ë? Edhe unë, edhe gjithë lagja. Ju po të kishit rënë bashkëpunim, mund të kalonit mirë se zotëria atje apo jo? Po nuk dosh pra, nuk e pranoj. Nuk u ble. Raki. Çfarë tani? Ku kaloj unë? Me bazë ushqimore, me kalu qumshi këtu, me kalu bazë ushqimore, që më ka bërë 12 milion lekë timu. Ti do ta bëj llogari para shtetit. Ose për bazë të më prap. A vetëm ti? Kalu qumshi këtu. A vetëm jo qumshi. Bra. Duket qartë që mes dy banorëve nuk mund të bëjmë paqe, prandaj kërkojmë ndihmën e të parit të fshatit, i cili bie fare shkurt pa na dhënë asnjë zgjidhje. Me që kam pris marrëveshje bie poshtë si vetë. Si funksionon tani gjëja? Çfarë duhet bëjnë këta banorë? Si të bëjnë banorët? Bëjnë me marrëveshje, prapë vazhdojnë në rrugëzime tjetër. Po, a do i bashkosh ti prapë ti mbledhësh të bie në një marrëveshje? Unë i kam mbledhë, s'ka pranuar më mbledh. Kaq, asgjë tentativë më shumë për t'i ulur në tavolinë bashkëtarët e tij. Ndaj, ato që se bën kryeplaku, po tentojmë ta bëjmë ne. Fundja, na është premtuar një kafe nga Zeqiri. Zoti Zeqir, domethënë e dhe fjalën? Unë, kom thonë, edhe dhe ta tham, fisi allave do kalojnë 12 muajt e vitit, 365 ditë të vitit. Jemi në rregull? Po jam Do dakord. ta hapësh rrugën aty? Po rruga ime të hapet në sekond. Kur? E do shirajmë, për zëndës. Zoti Zeqir, tani e hoqëm, pastruam rrugën, zoti Gzim ram dakord që do ta zgjidhim këtë punë. Tani thjesht unë dua që ju të keni mirëkuptimin e njëri tjetrit në vazhdim. Po Seferi, Ka mundësi bashkia apo sepse kryetari i Partisë Socialiste ki dhe unë kryetari i bashkisë sot. shqetësimi i tij vazhdon të mbetet i pazgjidhur. I takon institucioneve vendore që të ndërhyjnë për t'i dhënë fund këtij problemi, në duke i vogël, por që kushton shumë këtyre fermerëve. Nëse ka faj dikush, nuk ka faj drejtoria dhe gjallë, do më hangër.